Gratë për Marion Afal, presidentja Vjosa Osmani ka folur për luftën në Kosovë dhe krimet e kryera nga Serbia. Duke falenderuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kontributin e dhënë në Kosovë para, gjatë dhe pas luftës, ajo tha se bashkëpunimi me aleatin kryesor do të vazhdojë gjithmonë. Miloševići deshi të na fshinte nga faqja e dheut dhe mrekullisht demokracitë nga e gjithë bota na shpëtuan, që u drejtuan nga SBA-ja dhe shpëtuan jetët tona. Prandaj është shumë normale të them se Kosova sot është vendi më pro-amerikan në botë. Ne duam të punojmë ngushtë me qeverinë aktuale, me administratën e presidentit Trump, sepse mendoj se kjo është një aleancë e fortë dhe solide. Presidentja tha se ende ka një shpresë nga Serbia. Unë shpresoj që një ditë presidenti i Serbisë ose ndonjë politikan tjetër do të gjej forcën dhe vetëm të shprehë një shenjë humanizmi për fëmijët e vrarë, për gratë e dhunuara, për njerëzit e pafajshëm që janë masakruar. E para e shtetit shpalosi edhe disa kujtime nga fëmijëria e saj. Unë isha 7 vjeçe kur më goditi në fytyrë një oficer policie vetëm sepse mbaja një libër. Pra, këto janë gjërat me të cilat ne kemi jetuar çdo ditë. Prindërit tanë nuk e dinin kur nëse do të ktheheshim gjallë në shtëpi. Unë shkoja çdo natë në shtrat me zhurma të shtënave dhe duke pyetur kur do të vinë për të na vrarë ne. Sa i përket dialogut me Serbinë, Osmani tha se janë mbi 90 dokumente me marrëveshjet e arritura në 14 vitet e fundit, e shumicën e të cilave nuk i ka zbatuar Serbia, për cilat tha se kanë mbetur vetëm në letër. Osmani, duke kujtuar të vrarët, të dhënuarit e masakruarit në luftë, tha se askush në Kosovë nuk kërkon hakmarrje, por vetëm drejtësi.